Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun e Madhërum, salavat e për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na po jetojmë me një kohë të ndryshimeve të mëdha, ku kena nevojë gjithmonë me gjetë faktorë të cilët i ndihmojnë stabilitetin ton në fetarinë ton, po duke pas këtë stabilitet në fe, i japim stabilitet edhe qëndrueshmëri edhe vetë jetës ton. Pra praktikave tona të përditshmërisë ton, gjithashtu edhe një siguri e cila na duhet që me pas edhe për fatin ton edhe pas vdekjes. Faktorët e stabilitetit janë shumët. Ajo që unë kisha dashur me fokusu bashkërisht sot me juve është Kurani Fisnik apo fjala e Allahut të Madhërum, i cili është faktori kryesor i stabilitetit, edhe tek i cili i gjejmë edhe faktorë tjerë, të cilat munden mos më u kon drejt për drejt vetë Kurani Fisnik, mirë po që padyshim e kanë burimin tek Kurani Fisnik. Pra, Kurani Fisnik është faktori kryesor i stabilitetit në fenë e tij për secilin besimtar, pa marrë parasysh rrethanave, pa marrë parasysh sfidave, gjithashtu edhe pa marrë parasysh kohës në të cilën jeton. Prandaj, sikurse që u kon faktori i stabilitetit për Ebu Bekrin, për Omerin, për Aliun, për Uthmanin, për gjithë sahabët me radhë, Allahu qoftë i kënaqur me secilin prej tyre, është edhe vlen edhe për gjeneratat që kanë ardhur pastaj, edhe vlen edhe për gjeneratën tonë, edhe për secilin gjenerat tjetër deri në ditën e gjykimit. Kjo për shkak që Kurani Fisnik është një manual i plot i cili na mëson udhëzimin, na mëson mënyrën e jetesës në këtë botë, gjithashtu edhe na i kontrollon pra veprimet, është një rregullator i cili na udhëzon edhe drejt lumturisë së përhershme në botën tjetër. Unë po do më nda këtë pjesë në 3 shtylla kryesore. E para, e që është më e rëndësishme, ka të bëjë me kredon apo me akiden apo me atë doktrinën mbi cilën na ndërtojmë jetën në tërësi, e që për neve është padyshim pra akidaja apo besimi apo doktrina islame. Sepse nëse këtu kena mangësi në besim, pa marrë parasysh sa shumë veprime shtojmë, pa marrë parasysh çfarë forma të adhurimeve i bëjmë, pa marrë parasysh sa shumë kemi namaz, sa shumë kemi agjërim. Nëse kena mangësi të kjo pjesë, pastaj padyshim kena me pas mangësi edhe tek pjesët tjera. Madje nuk ka mundësi edhe nuk është e paramendueshme që mi pas në rregull pjesë tjera të fesë nëse besimi është i pa rregullt. Për këtë arsye e kena përmend sa herë, mirë po është edhe mirë njohur që nuk ka ndonjë vepër më të mirë edhe më të madhe sa besimi i pastër, e që është tauhidi apo njësimi i Allahut të Madhëm. Gjithashtu nuk ka diçka më të rrezikshme, më të keqe se sa shirku. E ku e mësojmë këto, apo ku e marrim përballë këto? Këto e marrim në Kuranin Fisnik. Sa më shumë që është lidhja jonë me Kuranin Fisnik, sa më e trashë të kjo lidhje, sa më i mirë raporti jonë tjetë me Kuranin Fisnik, aq më i shëndosh pastaj bëhet edhe besimi jonë. Rrjedhimisht, aq më e shëndosh është edhe jeta jone. Rrjedhimisht, aq më të shëndosha janë edhe gjitha veprat që na i bëjmë pastaj në jetën tonë. Allahu i Madhërum e përmend pra besimin si faktor të stabilitetit, e që është pjesë thelbësore apo pjesa kryesore të cilën e marrim nga Kurani Fisnik. Thot Allahu i Madhërum Kur'an, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah." Thot pra Allahu i Madhërum, Allahu i forcon ata të cilët kanë besu me fjalë të qëndrueshme në këtë botë në botën tjetër. E cila është kjo fjala e qëndrueshme? Thuajse ka unanimitet tek komentuesët e Kuranit që është fjala la ilaha illallah. Ku e mësojmë domethënien e saktë të fjalës la ilaha illallah? E mësojmë në Kuranin Fisnik. Çush ka mundësi atëherë dikush me pas jetesë të rahatshme apo me pretendu stabilitet në fetari, ndërkohë që nuk është pjesë e përditshmërisë së tij ushqimi i shpirtit të tij tek Kurani Fisnik, e në veçantë tek domethëniet e fjalës la ilaha illallah. Prandaj pra secili defekt që na e shohim në jetën tonë, domosdo ka një lidhje apo ka një shkak, pasojë të cilën e vujmë pastaj në jetën tonë, ka një shkak i cili kthehet tek mungesa jonë që kena në raport me Kuranin Fisnik. Nëse përditshmëria jonë është e zbrazët nga marrja me librin e Allahut të Madhërum, asnjëherë dhe në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon s'ka mundësi që me pas qëndrueshmëri në fetarinë tonë, edhe nëse ajo mundet më kon e përkohshme, e cila duket ndonjëherë sikur që është fetari e zjarrt. Pra, na ndodh me pa njerëz të cilët i përkushtohen shumë fesë, edhe ndoshta nuk dinë me lexu Kur'an. Por nuk e kanë mësuar leximin e Kur'anit. Mirë po, nuk ka mundësi që me siguru vazhdimsi të kësaj fetarie, le të themi të zjarrt apo entuziazmi,
nëse ai nuk mëson Kur'an edhe nuk e ushqen çat fetari me leximin e Kur'anit fisnik. Prandaj Allahu i madhum pra kur na urdhëron neve që me arrit një lloj të unitetit brenda bashkësisë tonë, brenda komunitetit tonë, brenda shoqërisë tonë, na urdhëron që këto me bëu përmes librit të tij. Thot Allahu i madhum Kur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut edhe mos u përçani. Që kjo kapje për litarin e Allahut është kapje për librin e Allahut madhum. Nëse referenca janë mbi mospajtime që mund mi pas, mbi dyshimet të cilat mundemi mi pas për gjatë jetës tonë, për gjatë përditshmërisë tonë, është Kurani fisnik, nuk ka mundësi pastaj me na sjell rezultate të ndryshme secilit individ veç e veç. Domethënë nuk ka mundësi që me jetu të përçar nëse i kena referencat e njëjta. Nëse zgjidhja e problemeve gjendet tek e njëjta referencë, që është Kurani fisnik, atëherë çysh mundemi marrë rezultatet e ndryshme edhe me sjell përçarje. Mundet me pas nuanca brenda kësaj zgjidhje, mirë po jo me ndryshu në thelb. Pra, Allahu i madhum pastaj na sjell një shembull tepër të prekshëm, edhe një le të themi përshkrim, të cilin mund me imagjinu shumë kollaj që me pa çfarë efekti ka në njeri i cili e ka që këtë fjalë të qëndrueshme, e ka që këtë besim, e ka që to referencat, e që është Kurani fisnik edhe gjithçka pasaj që na mundson kuptimin e tij me një pemë. Thot Allahu i madhum në Kur'an fisnik thot: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama." Thot, a nuk e keni pa se si Allahu bën shembull, pra sjell shembull të një fjale të mirë e cila është sikurse një pemë e mirë. Rrënjat i ka të thella ndërkohë që degët e saj janë në qiell. Prap thuaj se ka unanimitet tek komentatorët e Kuranit që kur flitet për rrënjat e kësaj peme janë besimi. E që rrënjat e besimit janë brenda Kuranit fisnik. Çush muj me e kuptu apo me njohë na Zotin ton, fuqinë e tij, mëshirën e tij, atë ndihmësen e Allahut që ai ofron robërve të tij, shpërblimet të cilat i ka garantuar për secilin besimtar që përmbahet rrugës së tij, nëse na nuk i kthehemi Kuranit fisnik, nëse na nuk kena një takim të periodik, të përditshëm, edhe me një mas të caktuar, e cila në vazhdimsi do duhej me ushtu, edhe me unda, domethënë me pas një hapësirë mes besimtarit apo një distancë mes besimtarit edhe Kuranit fisnik, edhe pastaj me pas mundësi besimi i tij mi pas rrënje të thella. Kjo është e pa imagjinueshme. Pra, nëse i kthehemi shembull që ka pru Allahu i madhnom, një pemë të cilën nuk e ushqejmë dhe nuk e ujisim, nuk ka mundësi që ajo me lëshu rrënjet e thella në tokë. Rrjedhimisht nuk ka mundësi pastaj me pas edhe degat e saj të shpërndar në qiell. E që për degat, thuajse pra ka unanimitet të komentuesit të Kuranit janë veprat e besimtarit. Këto veprat i shëmbëdhen një pemë të mirë me degat të forta vetëm atëherë kur rrënjat janë të qëndrueshme edhe të forta. Përndryshe, atëherë ndodh ajo që ndodh një pemë të paqëndrueshme, që është një erë më e vogël, një stuhi më e vogël, e rënon pemën bashkë me degat e saj, e cila zakonisht është edhe pa frute. Kjo e para pra është sa i përket besimit apo akides, të cilën e marrim kryekput apo kryesisht nga Kurani fisnik. Nëse nuk e kena mësimin ton burimor për Kur'anin fisnik, për kuptimin që duhen mi pas në besimin ton, atëherë gjasat janë tepër të mëdha që çaj besim që është i gabum, sepse nuk ka mundësi më kon besimi mbi Allahun e Madhnuar, mbi konceptet që duhet mi besu brenda fesë, ato mos më marr për bazë brenda fjalëve të Allahut të Madhnuar. Nëse është që kjo shkëputje mes asaj që besojmë edhe asaj që e thot Kurani, gjasat janë që çaj besim është i mbrapsht, është i mangët, edhe rrjedhimisht është edhe i pafrytshëm, është shterp në jetën tonë. Prandaj nuk ka mundësi njeriu me kon stabil në jetën e tij. E dyta, që është pjesë apo faktori tjetër që na ofron stabilitet brenda Kuranit fisnik, është ajo që ka të bëjë me stabilitetin e zemrës apo ndryshe më thonë edhe stabiliteti shpirtëror. Pra, është shumë e natyrshme që njeriu me u përballë me sfidat e ndryshme në jetë, me probleme të ndryshme, me ngushtitë e ndryshme, me belat e ndryshme, me sprovat e ndryshme, të cilat normalisht kanë mi sjellë dhe dëshpërim. Normalisht që ka me ndje një farëdhoj presioni mbi ato situatat që i kalon. E nëse që ky njeri nuk e ka Kuranin për me gjetë ngushëllim, çysh mundet me e kalu çat situatë të vështirë
pa Kur'anin fisnik. Prandaj edhe sot shohim njerëz që përballen me depresion. Pra, kur më shumë nuk kanë e përdorur thuajse fjala depresion, përkundër kushteve të mira që i ofron kjo botë. Na e dim, pak a shumë e kujtojmë edhe pse në moshë të re, kohën para lufte, nuk është dëgju para luftën në Kosovë, nuk është dëgju fjala depresion. Nuk është përmend kjo si problematik e kohës. Po kjo zakonisht përmendet tek njerëzit që nuk i kanë problemet reale, mirë po i kanë presionet e ndryshme shoqërore dhe në jetën ku janë të shkëputur nga mësimet e Kuranit fisnik. Rrjedhimisht, pra, pastaj domosdo që problemet të cilat të sjell jeta kemi dështu për atyre për shkak që nuk e merr pra qetësinë të cilën ofron Kurani fisnik. Thot Allahu më në Kur'an, "Ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub", pra gjithsesi pra me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Në forma më e mirë për me përmend Allahun e Madhëruar është duke i lexuar fjalët e Allahut të Madhëruar. Edhe para mendoj çfarë madhështie dhe çfarë mundësi Allahu i Madhëruar i ka dhënë besimtarëve. Na e ka dhënë mundësinë që na mi përsërit fjalët e njëjta që i ka thënë vet ai. Do thon para mendoj krijuesi që ato që i ka thënë na e ka mundsuar neve që na mi thon të njëjtat fjalë. Çfarë i ka thënë? Sepse na besojmë se cila fjalë e Kuranit, pra se cila pjesë e Kuranit është fjalë e Allahut të Madhëruar. Rrjedhimisht leximi i Kuranit fisnik ty të bën ngrej në një grad çast nalt, saqë pastaj çfarëdo problem tjetër me cilin përballesh e llogarit si problem të vogël që nuk mundet me të poshtë. Pra nuk e pranon dorëzimin. Sjell një lloj qëndrueshmërie edhe një qetësi në zemër, të cilën nuk mundesh me gjetë me kurrë tjetër. Edhe kjo është e dëshmuar. Ka shumë raste kur i kanë përmend tek selefi më herët që kur janë përballë me dhimbje të ndryshme fizike, nuk kanë pas nevojë për opium, por kanë pas nevojë për leximin e Kuranit fisnik, sepse leximi i Kuranit fisnik i ka dhënë çaq qetësi në zemër, çaq qetësi në shpirt, çaq qëndrueshmëri, saqë secila dhimbje tjetër u kon shumë herë më e vogël se sa qetësia apo kënaqësia që i ka dhënë Kurani fisnik. Gjithashtu Kurani fisnik është edhe kur për atë i cili ka rënë këto probleme, sepse dikush e krijon një lloj të imunitetit. Pra e ka një preventiv. E lexon Kuranin fisnik, edhe çka do që i del përpara, nuk ka mundësi me rrezu. Mundet me lëndu pak, mundet me ngadalsu pak, mundet me mërzit pak, ama asnjëherë nuk mundet me rrezu. Mirpo nëse dikush është rrezu, e ka mënyrën çysh mundet me u ringrit. E kjo është përmes Kuranit fisnik. Thot Allahu më në Kur'an, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Thot o ju besimtar, juve ju ka ardhur diçka e cila është këshill për juve nga Zoti juaj. Edhe është shërim për ato që i keni në gjokset e juaja. Gjithashtu është edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. Pra vini re është shërim për ato që është në gjoksin e juaj, edhe nuk e ka akuzuar Allahu i Madhëruar që është vetëm për besimtar. Po ka thënë pra për njerëzit në përgjithësi. Për njerëzit në përgjithësi, Kurani fisnik i ka dy role kryesore. Ato janë e para është këshill, atë i cili e kërkon udhëzimin, atë i cili ka qef me qëndru në rrugën e drejtë, pra edhe nëse akoma nuk e ka përqafuar imanin, akoma nuk e ka përqafuar besimin, Kurani fisnik është këshilla e cila i duhet për me u fut në këtë rrugë. Në njëjtën kohë është edhe shërim për situatat e tilla, madje edhe për smundjet fizike. Ama ne po flasim në aspekte të qetësimit shpirtëror edhe qetësimit të zemrës, e që nuk ka ndonjë ilazh tjetër përveç Kuranit fisnik. Pra, për smundjet fizike është Kurani fisnik shërues, edhe na jemi të bindur në këto. Kjo është e përvune, po gjithashtu edhe jemi të bindur, më ka se Allahu i Madhëruar na ka treguar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar. Po në njëjtën kohë për shërim shpirtëror nuk ka ndonjë alternativë tjetër. Për shërim fizik mundet me të bëu hajër edhe ndonjë ilaç, cilin ta përshkruan mjeku. Por për shërim të vërtet shpirtëror nuk ka ndonjë ilaç tjetër, rrjedhimisht nuk ka mundësi që me qëndru stabil. Njëkohësisht për besimtarët i ka edhe dy role tjera. Që janë të veçanta për besimtar, ajo është udhëzimi edhe gjithashtu mëshira e Allahut të Madhëruar, e cila manifestohet përmes leximit të Kuranit. Një pjesë tjetër që duhet me pas parasysh është që e dim që në Kuranin fisnik trajtohen historitë e ndryshme të profetëve të ndryshëm, madje edhe historitë e njerëzve të ndryshëm edhe situatave të ndryshme. Secila prej këtyre historive
secila prej këtyre ngjarjeve që Kurani Fisnik i rrëfen janë frymëzim i drejt për besimtarin në jetën e tij. Pra duhen me ditë që Kurani nuk është libër i historisë, që thjesht më mëson ngjarje të cilat kanë ndodhur tek popujt e mëparshëm, po janë mësime praktike. Pra, përveç mësimeve teorike që i ofron Kurani Fisnik, që atë tregon nëse vepron kështu, që kjo është rezultati, vepro kështu, edhe këtu e gjen cilësinë, vepro kështu, kështu e gjen rahatin, edhe kështu me radhë, na jep edhe ngjarjet praktike, cilat na demonstrojnë apo na e provojnë çka arrim na nëse i përmbahemi Kur'anit Fisnik, apo çka ndodh nëse nuk i përmbahesh udhëzimit të Allahut Madhëm. Edhe kjo duhet më kon një faktor tjetër i cili duhet më ofru rahati dhe qetësi zemrës tonde, duke ditë edhe praktikisht në histori ata të cilat e kanë ndjekur këtë rrugë të Kur'anit Fisnik kanë kohë rezultate, ndërkohë ata që ja kanë kthy shpinën fjalëve të Allahut Madhëm, e me Kur'anin Fisnik në këtë rast them me fjalët e Allahut Madhëm që jo domosdo është ky Kur'an që na e kena, mirë po edhe shpallje tjera. Pra, raporti që kanë ndërtuar popujt për shembull me Teuratin apo me Injilin apo me Zeburin apo edhe me shpallje tjera që kanë ardhur tek profetët e tjerë. Një tjetër pjesë që përmend në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që vet tubimi rreth mësimeve të Kuranit është mëshirë e cila pastaj prodhon edhe mëshira tjera duke marrë mësime prej tij. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaika wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu." Thot, nuk ndodh që një popull më mbledh në një shtëpi prej shtëpive të Allahut. Edhe theksi nuk është tek vendodhja, nuk është tek pra patjetër që më kon xhamia. Mirë po thot, qëllimi është jetë kitab Allah, që me lexu librin e Allahut më dhon. O jetë darasunahu edhe me studiu, pra jo thjesht me kon leximi i Kuranit ai i cili nuk i të kalon fytin e atij që e lexon. Mirë po, më kon diçka që depërton zemrën e tij edhe që ushqen vazhdimisht fetarinë e tij. E në këtë formë nëse bëhet atëherë bëhet burim qetësie për shpirtin edhe për zemrën, e gjithashtu bëhet shkak për mbulimin e atyre njerëzve që mirën me studimin e Kuranit, qoftë këta njerëz që i përmendim në shumës, edhe nëse është një individ i vetëm, qoftë edhe nëse është i mbyllur në shtëpinë e tij edhe në dhomën e tij. Me lejen e Allahut e ka këtë shpërblim edhe e ka këtë privilegj ku mbulohet me mëshirën e Allahut, mbulohet nga engjëjt, edhe Allahu i madhum e përmend tek ata që janë tek ai. Edhe e treta që do të përmbyll këtë pjesë është Kurani Fisnik përveç që na mundson që me pas një doktrinë të pastër, një bindje edhe besim stabil, i cili nuk luhatet prej trendeve të kohës. Pra na jemi dëshmitar të kësaj kohe ku thuajse skalon, le të themi vit, ndoshta edhe më pak, pa lind ndonjë ideologji e re, pa lind ndonjë ide e re mbi jetën, mbi kozmosin, mbi organizimin shoqëror dhe kështu me radhë. Pra trendet janë të ndryshme, me kalimin e kohës ato ndryshojnë. Mirë po, besimtari i cili përburime ka për bindjet e tij, përburime ka Kur'anin Fisnik, ato i ka konstante. Që ka pas pejgamberi alayhis salam, Abu Bekri, Omeri, edhe deri tek njerëzit e kohës tonë. Pra ka një emërues të përbashkët i cili është Kur'ani Fisnik, prandaj edhe stabiliteti i tij varet aq sa të lidhur me Kur'anin Fisnik. Pra përveç kësaj, gjithashtu përveç qetësisë që ta ofron në jetën tonë, gjithashtu Kur'ani Fisnik është ai i cili edhe të zbukuron me moral edhe etik të duhur. Një njeri i cili zhveshet për moralit edhe etikës së duhur, nënkupton që është i distancuar prej Kuranit Fisnik, që është i ndarë prej Kuranit Fisnik. Është dikush që nuk e ka në jetë Kuranin Fisnik, sepse sikur ta kishte pas Kuranin Fisnik në jetën e tij, në përditshmërinë e tij, nuk është pas mundësi me u shkororzu prej etikës, prej moralit edhe mirësjelljes. Thot Allahu i Madhum Kur'an, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Vërtet ky Kur'an tullzon drejt asaj që është më e drejtë, drejt asaj që është më e mirë. Pra, Kurani Fisnik është ai i cili na mëson rrugën më të qëlluar, më të mirë, që është më stabile, më e rahatshme, më e sigurta, e cila nuk ka mundësi me u keq kuptu, e cila nuk ka mundësi me të deviju, e cila nuk ka mundësi me të bodam. Për aq kohë sa i përmbash Kur'anit Fisnik, për aq kohë sa Kur'ani Fisnik i ki pjesë të agjendës tonë ditore, nuk ka mundësi me shqit, nuk ka mundësi me dallashit, nuk ka mundësi me shku gabim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Thot më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin për vete dhe e mëson të tjerëve. Pra
mësimi është i lehtë. Pra këshilla është e lehtë. Apo don më kon më i mirë? Po, mësoj Kur'anin dhe mësoj të tjerëve. Qysh mundesh me mësu dikush Kur'anin i cili nuk e ka pjesë të përditshmërisë së tij? Qysh ka mundësi dikush me pretendu që po ja mëson dikujt tjetër Kur'anin përderisa nuk e ka mësuar për veti? Për këtë arsye, pra, le të jetë kjo këshill që secili prej neve mos lejoj në asnjë mënyrë që mu shkëput për Kur'anit, edhe këtu nuk është qëllimi vetëm leximi, sepse kjo është e pa diskutueshme. Nuk ka mundësi veçanti dikush që është në kërkim të diturisë. Pra dikush që dënë më përkushtu, qoftë edhe 1 apo 2 vjet jetës ti për me kërku diturinë. Jo ma gjatë, po edhe një periudhë shkurt nëse ja kushton kërkimit të diturisë. Nuk është e paramendueshme që mi kalu dita mos më marr me Kur'an. Nuk është e paramendueshme që mos më lexu kur gjë për Kur'anit. Domethënë, për me lexu Kur'anin fisnik, unë besoj që ky është kjo ftesa për këtë pjesë nuk është as e nevojshme në këtë mjedis. Mirpo ajo që kam ngulë është me analizu kuptimet e Kur'anit fisnik. Me arrit me kuptu Kur'anin fisnik edhe pastaj me shtinë për përditshmërinë tonë. Dhe pastaj unë po shfrytëzoj rastin gjithashtu që më uftu duke qenë në kjo pjesë që më mësu gjuhën arabe, sepse pa mësu gjuhën arabe nuk ka mundësi me kuptu Kur'anin fisnik. Elhamdulillah, ju jeni gjithë të ri, secili prej juve pa asnjë përjashtim keni mundësi me mësu gjuhën arabe dhe rrjedhimisht me kuptu Kur'anin fisnik. Edhe kjo duhet më qenë një projekt familjar i secilit prej neve. Pra në secilën familje duhet na më mundu që me mësu gjuhën arabe vetëm nëse për kurrë gjë tjetër. Hiç për kurrë gjë tjetër vetëm me mësu Kur'anin fisnik. Sepse e dim që nuk kena mundësi me qenë stabil në fen ton pa mësu Kur'anin fisnik. Nuk kena mundësi me adhuru Allahun çysh duhet pa e kuptuar Kur'anin fisnik. Nuk kena mundësi me lut Allahun çysh duhet pa e njoft. E nuk kena mundësi me njoft Allahun pa e kuptuar fjalën e tij që është Kur'ani fisnik. Kjo është e gjitha. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin.